Sprinti final. Alben, më dëgjo mirë tani. Jo si Mike. Jo si shoqe. Si lojtare. Si kampione. Si ajo që ka ardhur deri këtu jo rastësisht. Je më e mira. Dhe nuk e them për të bërë qefin. E them sepse e kam parë çdo ditë, në mënyrën si qëndron kur të tjerët lëkunden, në mënyrën si nuk dorëzohesh edhe kur je e lodhur, në mënyrën si mendja jote punon më shpejt se e të tjerëve. Tani jemi në sprintin final. Këtu nuk fiton ai që ka qenë më i dashur. Nuk fiton ai që ka qenë më bukur. Nuk fiton ai që ka folur më shumë për ndjenja. Këtu fiton ai që nuk e mashtron mendjen. Dhe unë po ta them drejt. Në këtë moment, dashuria është shpërqendrim. Jo sepse nuk ekziston, por sepse nuk është prioritet. Dashuria pret. Loja nuk pret. Tani është momenti të palosësh kundërshtarin. Jo me zhurmë. Jo me arrogancë. Por me qartësi. Të palosësh do të thotë. Të mendosh ftohtë kur tjetri emocionohet. Të ecësh përpara kur tjetri ngec në dyshime. Të mos reagosh kur tjetri provokon. Kundërshtari yt do që ti të mendosh për gjithçka tjetër përveç lojës. Do që ti të dyshosh. Do që ti të ndalesh të ndjenjat, të fjalët, të sytë, të historitë. Mos ja bëj këtë dhuratë. Ti nuk ke ardhur deri këtu për të qenë opsion. Ke ardhur për të qenë fundloja. Mbaje mend këtë. Mbretëron ai që kontrollon veten, jo ai që kontrollohet nga emocionet. Në këtë fazë, zemra duhet të jetë e qetë. Mendja duhet të jetë e mbredhë. Vendimet duhet të jenë të pastra. Mos e lër asnjë mendim të panevojshëm të marrë energji. Energjia jote është armë. Dhe arma nuk shpërdorohet. Shiko përreth. Sa veta kanë rënë rrugës sepse u hutuan? Sepse u lidhen emocionalisht? Sepse harruan pse kishin hyrë në lojë? Ti nuk je një prej tyre. Ti je ende këtu sepse ke ditur kur të heshtësh, kur të godasësh, kur të presësh. Tani nuk është koha për pritje. Është koha për dominim të qetë. Mos u nxito. Mos u justifiko. Mos kërko aprovimin e askujt. Çdo hap që bën tani duhet t'i shërbej vetëm një gjëje. Fitores. Dhe ku? Të vijë momenti i fundit kur gjithçka të përqendrohet në një vendim, një lëvizje, një zgjedhje. Dua që ta bësh pa asnjë zë në kokë përveç këtij. Unë jam këtu për të fituar. Jo për t'u pëlqyer. Jo për t'u kuptuar. Jo për t'u dashur. Për të mbretëruar. Dashuria, nëse është e vërtetë, nuk ikën. Por kur ora nuk vjen dy herë. Merr frym thellë. Qëndro drejt. Shko dhe bëj atë që di të bësh më mirë se kushdo tjetër. Sprinti final është për ata që nuk tremben nga fundi. Dhe ti, Alben, nuk je trembur kurrë. Shko. Palose lojën. Dhe qëndro vetëm ti në fund.